Mirëmëngjes njerëz. Ja ku jam e hënë si gjithmonë Radio Sol 89 mesazhi i yjeve në fat dhe në muzikë. E fillova që javën e kaluar njerëz, por e zëm sikur po e filloj që sot. Përveç mesazhit astral, pra përveç mesazhit të yjeve, nuk e di për sa javë do të vazhdoj që në mesazhin e muzikës do të trajtoj një sër këngësh në një cikël që unë e kam quajtur Jo luftës. Pra do të jenë të gjitha këngë kundër luftës të shkruara në harkun e këtyre 60 vjetëve të fundit. Natyrisht, përveç tekstit këngës, kam bërë edhe një analizë politiko-sociale të mesazhit që kënga sjell. Tani unë po filloj me horoskopi njerëz, ju mbani vesh e dëgjoni. Në fund do të flasim edhe për këngën. Dashi. Është shumë e rëndësishme të dish ti përvidhësh momenteve apo situatave, ka thënë ati heroi i filmave me kartona, i madhi Homer Simpson. Është e vetmja gjë që na dallon nga kafshët, ka thënë, përjashtuar këtu macën që di ti bëj të gjitha gjërat më mirë se sa ne. Unë në përgjithësi nuk e mendoj kështu. Mendoj se njeriu duhet përballet me situatat e vështira, të marrë përgjegjësitë e tij, përsa i takojnë dhe jo t'i bëjnë bisht gjërave. Por sot për ty o dash, bura grua qofsh, unë jam dakord me Homer Simpson. Ti o dash, bura grua qofsh, ose je duke u përfshirë në një nga tres për të cilën nuk je përgjegjës, ose po të kërkohet të përmbushësh një detyrë që nuk është e jotja. Në të dy rastet është më mirë të përvidhesh, të tërhiqesh, të fshihesh, ku diu nuk e di, gjeje ti mënyrën. Këmbët e lehta faqe e bardhë, ka thënë populli. Demi. Ujvarët më madhështore dhe më të famshme të Amerikës Veriut janë ato të Niagarës, që shtrihen ndërmjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas. Në vitin 1969, gjenierët e ushtrisë amerikane, ja dolin që ta bllokonin këtë mrekulli të natyrës për disa muaj. Nga pjesa amerikane, natyrisht. Ja dolin duke ndërtuar një digë të përbërë nga 27.800 ton gur. Arsyeja pse e bën ishte që të studionin dhe të stabilizonin bazamentin shkëmbor të ujvarës. Mendoj o dem, bura grua qofsh, se në javët në vazhdim edhe mund t'ja dalësh figurativisht të bësh diçka aq madhështore dhe heroike sa ushtria gjenjo e Amerikës, që do të lejoj të shohësh poshtë asaj të sipërfaqshmes, gjë që do të lejoj pastaj të sistemosh diçka e do të jap siguri për një kohë të gjatë. Mund të jetë në biznes, në aktivitetin tënd, mund të jetë në familje, mund të jetë në një lidhje familjar, mund të jetë edhe në dashuri. Binjakët. Wikipedia thot, Aurora nuk duhet ngatruar me agimin, që është momenti kur harku i diellit duket në horizont. Aurora është përpara agimit, është përpara se të lind dielli, është një dritë e zbetë që çfaqet nga hiçi dhe fillon ngjyros atë të zezën e natës. Pse ua tregova këtë o binjak, bura gra qofshi? Sepse situata në të cilën ndodheni në këtë moment i ngjan pikërisht asaj orës së fundit të natës përpara se të lind dielli. Me fjalë të tjera, jeni duke dalë nga errësira që kanë bizotruar në gjithë këtë periudhë, nuk e di sepse, në puna, në jetën tuaj, nuk e di, por keni qenë pak në errësirë. Ditë ju them vetëm që duhet të prisni edhe pak, shumë pak. Figurativisht, duhet të prisni edhe ndonjë orë, derisa vendin e kësaj drite të zbetë të aurorës, ta zej dielli, të filloj agimi, i cili nuk po vonon të çfaqet me gjithë fuqinë e tij në horizontin tuaj, dhe përpara do të keni vetëm dritë, ngrohtësi dhe jetë. Binjak, është momenti juaj. Gaforia. Michelangelo e kompletoi statujen e heroit biblik David, ose Davidit,
në vitin 1504. Por nuk kishte ai I pari që kishte vënë dorë mbi bllokun e mermerit që ishte 5 metra I lartë. 40 vjet përpara tij, në vitin 1462, ne ishim në luftë me turqit, ishim kohën e Skënderbeut. Një tjetër skulptor, Agostino di Duccio, kishte marrë përsipër ta përpunonte mermerin, por kishte bërë shumë pak. Ishte mjaftuar të jepte vetëm formë këmbëve dhe gjoksit. Në vitin 1476, që ne vazhdonim luftën kundër turqëve, Antonio Rossellino kishte rifilluar punën atje ku e kishte lënë Agostino di Duccio, por dhe ai nuk e vazhdoi gjatë. Kur Michelangelo vendosi ta përfundonte veprën, bloku I mermerit kishte 25 vjet që ishte I mbuluar nga pluri në një qoshe të humbur. Ka diçka të ngjashme ndërmjet historisë që dëgjuat dhe juve të dashura gafore. Viti 2026 është viti kur duhet të shpluhurosni e të nxirrni nga aresa një projekt të nisur prej kohësh. Kjo do të thotë që është momenti për të vënë në jetë një projekt ose të nisur nga dikush tjetër, ose që ju vetë e keni nisur dhe e keni lënë për gjysmë prej kohësh. Luani, me një pasuri prej më shumë se 245 miliard dollarësh, informaticieni Lawrence Joseph Ellison, ose më mirë I njohur si Larry Ellison, I shenjës Luanit, në vitin 2026 është klasifikuar nga Forbes I treti ndër më të pasurit e botës. Edhe mendjemadhësia e tij monumentale është legjendare. Duket sikur Ellison, që është edhe I shenjës Luanit, si kundër ju thash, ka një zemër të papjekur, ku egoja është akoma një gërsirë e babzitur, e pangopur, e pa fre. Po ti e Luan, bura grua qofsh, mendon se I e kështu? Në qoftë se po, shpresoj që e ke edukuar egon tënde dhe je kujdesur të paktën që ajo të jetë e fortë, e pastër, e bukur dhe elegante. Nuk mjafton të jesh vetëm energjik, por duhet të jesh dhe zemërgjër. I aftë të mbrish ata që do, duke I bërë të lumtur ata që janë në raportet të afërta me ty, si në punë, si në familje, si në dashuri. Për ju Luanët, kjo është java për të nxjerrë në pa egon tuaj pozitive. Virgjeresha. Dëshira për të eksploruar është tipike njerëzore, ka thënë një prej astronomëve, astrofizikëve dhe astrokimikëve më të mëdhenj të viteve 900, Amerikani Carl Sagan. Impulsi, tërheqja për të ecur, për të parë, për të njohur, ka gjetur gjithmonë edhe mënyrën për të shprehur në kulturët të ndryshme botërore, ka vazhduar ai. Por një tjetër kokë, një profesor I Universitetit të Wisconsin, Stephen Dutch, nuk është dakord me këtë gjë. Shumë popull, thot ai, nuk janë interesuar kur për eksplorimet. Për shembull, afrikanët nuk e kanë zbuluar kur ishullin e Madagaskarit apo arqipelagun e Kepit Gjelbërt. Edhe kulturat aziatike që janë larguar nga vendlindja e tyre janë shumë të pakta. Kështu e mbyll ai fjalimin e tij. Po ti o virgjëresh, bura grua qofsh, sa I ke për zemër eksplorimin? Ha? Pavarësisht asaj që ke bërë në të shkuarën, kam përshtypjen që je duke lëvizur për të eksploruar një vend, një projekt, një ambient të ria, një shtëpi të reja, një dyqan të ria, një shtet të ria. Nuk e di, te yjet lexoj një dëshirë për të dalë nga një lloj monotonie monumentale. Ke qenë gati në gjumë. Kudo vafsh, e kurdo vafsh, rrugë të mbar e pa çfat. Peshorja. Peshore, bura gra qofshi, ndiqmi me kujdes. Wallace Stevens ka qenë një poet amerikan I shenjës peshores. Në vitin 1955 për veprën e tij fitoi edhe çmimin prestigjioz Pulitzer.
Pikërisht në këtë moment, Universiteti Howardit I ofroi një vend si pedagog në katedrën e letërsisë, por Wallace Stevens e refuzoi. Nuk donte të shkëputej nga punë që bënte si zëvendës presidenti një kompanie sigurimesh në Hartford, në Connecticut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Peshore, bura gra qofshi. Në gjysmën e dytë të vitit 2026, edhe ju do të ndodheni përpara një situate të tillë si Wallace Stevens. Do t'jeni në një udhkryq dhe do të duhet të merrni një vendim si ai I Wallace Stevens. Do të vazhdoni të bëni atë çka njihni mirë, apo do të shkëputeni për të hyrë një rrugë të re me stimuj më të fuqishëm dhe emocione më të forta? Këtë nuk më takon mua ta them. Nuk mund t'ju them se cila do të jetë zgjedhja më e mirë. Duhet ta vendosni vetë. Unë duhet t'ju them vetëm që duke filluar që këtë javë të ndërgjegjësoheni e të jeni të qartë për vendimin që do të merrni. Akrepi. Kur ishte gati 50 vjeç, piktori francez Claude Monet, që është I shenjës së akrepit, më së fundi mbriti suksesin e vet ekonomik dhe, me të ardhurat e fituara, bleu një shtëpi, një tokë dhe punësoi disa kopshtarë, të cilët e ndihmuan që të krijonte një liqen me ujë të ndenjur dhe të gjithë sipërfaqen e ujit e mbuloi me lule që rritet në ujë dhe që quhet nimfa dhe për herë të parë në jetën e tij filloi të pikturonte nimfat. Në 30 vjetët e mëvonshme, nimfat u bën fiksimi I tij. Ato ishin objekti I gati 250 pikturave të tij dhe sot janë kontributi I tij special në historinë e artit. I mbolla nimfat për kënaqësi, thoshte Claude Monet. I mbolla pa pasur ndërmend të pikturoja. Pastaj papritur, zbulova magjin e këtij uji të ndenjur e këtij liqeni. Dhe për ju të dashur akrepa, viti 2026, kjo pjesë e vitit 2026 që ka mbetur, do të jetë një vit I favorshëm për të bërë një gjë të tillë, të krijoni një oazë të dëshirave tuaja e më pas kënaqësinë tuaj ta ktheni në burim frymëzimi për atë që doni të mbrini, për atë që doni të arrini. E thënë më shqip është, viti 2026 është viti që ndoshta po të dini ta shfrytëzoni, do të filloni të bëni vërtet atë që keni qef të bëni. Shigjetari. Shigjetar, bura gra qofshi, po ju tregoj një jetë vogël. Teleskopi hapësinor Hubble është lëshuar në orbit në 24 prill 1990 dhe lundron në një lartësi 560 km nga toka, 560 km lartësi. Ndërsa anija hapësinore Voyager është lëshuar në hapësirë në 5 shtator 1977. NASA, për lubrifikimin e këtyre të dyjave, ka përdorur të mekanizmave të këtyre të dyjave, ka përdorur vaj balene. Edhe pse mua personalisht nuk po pëlqen fare që të vritet një balen për t'i marrë vajin, dua të përfitoj për të dhënë një këshill ty o shigjetar bura grua qofsh. Edhe për ty, këtë javë është një moment I mirë për të zgjidhur ca probleme të vogla që ke, por duke përdorur ca metoda të vjetra. Fjala vjen, personi apo lidhja që të duhet e që me mjetet moderne nuk po e mbrin dot, ose nuk po mbrin dot ta kontaktosh me mjetet moderne të komunikimit, mund të gjendet. Ktheju tek varianti I vjetër, hypi këmbë dhe shkoj gjeje. Britsjapi. Daryl Dawkins ka qenë një lojtar profesionist dhe një trajner I basketbollit amerikan nga viti 1975 deri në vitin 1996. Është I shenjës Britsjapit. Dhe ka qenë një nga personazhet më piktoresk, një nga figurat e këtij sporti dhe thoshte shpesh që një pjesë të kohës
e jetonte në planetin, i kishte vënë emër Lovetron, ku dhe kishte perfeksionuar aftësitë e tij për lojtari planetar. Edhe zhytjeve që bënte në kosh aty, në ngecjeve në kosh, kërcimeve në kosh, kishte qef të vinte emra duke që i dilnin nga fantazia. Për shembull, zhytja, edhe emri që kishte qef ishte Turbo Saxophonic Delight, që e thënë shqip është kënaqësia turbo saksofonike, turbo saksofonike Delight, që nuk i gjendet përkthimin shqip, merret ashtu siç është. Britësie për burra, gra qofshi, ju ftoj që këtë javë të silleni si Daryl Dawkins në fushën tuaj të veprimtarisë. Jepini një emër lëvizjes që do të bëni dhe që më shumë do t'ju pëlqejë. Kështu, me pak humor, do t'ja bëni të qartë të gjithëve se sa shumë e doni punën tuaj dhe me së dashuri e bëni. Të gjithë pastaj do t'a bëjnë si që bëni ju o britësjepër, burra, a gra qofshi. Ja se si aktiviteti juaj do të marrë revan, do të eci përpara. Në rregull, duhet keni fantazi në punën që bëni dhe në emërtimin që i vini gjërave. Ujori. Askush nuk mund t'jetë eksaktësisht si unë, edhe unë vetë nga njëherë nuk arri. Thoshte aktoria eksentrike e sinqertë dhe tepër mos kokçarse amerikania Tallulah Bankhead. Gjeni se çfarë shenjë ishte? Ujori natyrisht. Përpjekja më e madhe e saj ishte t'i gjmonte hap pas hapi të gjitha dëshirave që i lindin në kokë dhe në zemër. Për të ishte më sfiduese dhe më argëtuese të ishte sa më e veçantë të ishte e mundur. Unë, për 4 javë në vazhdim, ose ndoshta dhe pak më shumë, po emëroj si modelin tënd ujor, burra grua qofsh, këtë grua, këtë aktore eksentrike amerikane. Pra detyra jote për këto 4 javë është të jesh më shumë vetvetja, pa e vrarë mendjen se si, se qysh, se tek, se të gjykojnë, se të paregjykojnë. I vetvetja, bëj qefin vetës. Një burr i vjetër dikur më ka thonë, dil përpara pasqyrës dhe bëj qefin vetës. Në qoftë se nuk i bën qefin vetës, as kërkush nuk ta bën qefin ty. U shpjegova? Peshqit. Java që vjen mund të jetë një javë mbar për të filluar dhe për të hedhur ca rraqe, si për shembull televizorin e vjetër, divanin e vjetër, çfarë do lloj gjeje të vjetër, dhe jo vetëm, por duhet i kaloni sipër edhe me rul që t'i bëni pet. Mund edhe të ndizni oxhakun e të digjni çdo gjë të vjetër që mund të keni në përkënd. Mund të digjni edhe ndonjë foto të dikujt që e keni vlerësuar shumë, por që nuk e ka merituar dashurinë tuaj. Me një fjalë, ose me fjalë të tjera o peshq, burra gra qofshi, është momenti i përshtatshëm për të shkatruar simbolet të së shkuarës që ju marrin shumë energji dhe ju pengojnë të ecni përpara. Duke u liruar nga këto simbole, edhe figurative, ju o peshq, burra gra qofshi, do të ndjeni shumë të lirë për të ndërtuar një rrugtim të ri. Peshq, burra a gra qofshi. Mjaft keni ndenjur të lidhur me të shkuarën.